Po të ke qafurin e rajti. Vdekja ti ka qenë e dhunshme. Dhe fika ka depërtuar nga një rajon e zemrës në tjetër rajon të zemrës. Ti e modhu ku jubris. Akta akuza është e datës 24/3/2023. Në çështjen penale kundër të pandehut Orgesh Zhgolli, për shkak të veprës penale vrasje nga neni 172 të kodit penal. Si edhe mbajtja pasi kontroll procedim pa autorizuar të amëve, atëherë shërtimi gjyqësor vazhdon me fjalën përfundimtare të parë. Në rastin konkret nuk është kontestues fakti se ka ndodhur vdekja e viktimës tani të ndjerit Amir Zhegrova. Po ashtu tani më nuk është kontestues as fakti se vdekja e tij ka qenë e dhunshme dhe se e njëjta është shkaktuar nga veprimi i mjetit të mbret, përkatësisht nga plaga shkuese me krahror e cila ka shkaktuar shokun hemorragjik dhe perforimin e zemrës, fakt ky i vërtetuar nga raporti autopsisë në numër MA22/4 e po ashtu edhe nga vetë dëgjimi i ekspertës në cilësi të dëshmitares i bërë në seancën e shqyrtimit gjyqësor të datës 20/11/2024, ku ekspertja mikroligjiore ka dhënë detaje të mjaftueshme dhe të hollësishme lidhur me përcaktimin e shkaktarit të vdekjes. Se goditjen mërtik, duke shkaktuar plagën vdekjepruese të të ndjerit, e ka shkaktuar këtu i akuzuari Orges. Dhe se ky fakt është vërtetuar përveç se nga dëgjimi i dëshmitarit okular, po ashtu edhe nga CD me kamerat e kamerave të sigurisë, por po përjashtuar edhe vetë deklarimin e të akuzuarit kur e pranon se ka goditur tani të ndjerit. I akuzuari ngarkohet për veprën penale të mbajtjes të pronësi kontrollo po posedim të pa autorizuar të armë, e cila norma është në karakterit blanket dhe në lidhjet me ligjin për armët dhe udhëzimin administrativ për armët e ftohta, dhe pavarësisht vetë deklarimit të tij se ka mbajtur dhe përdorur mjet të ashtu quajtur bris, ndërruar gjykat, tentimi për zbehje të rëndësisë se këtij mjeti vdekjeprurës nuk është element i përjashtimit të kundërlishmërisë në njërin anë, ndërsa në anën tjetër ju duhet të keni parasysh edhe faktin se prokuroria në rastin e deklarimit të ekspertës mikroligjiore në seancën e datës 20/11/2024 të njëjtës në faqen 4 dhe 5 të procesverbalit i ka parashtruar pyetje konkrete rreth mundësisë së përcaktimit të mjetit në të cilën është shkaktuar plaga vdekjepruese, por që ekspertja ka deklaruar se ka bërë përshkrimin e dimensioneve të jashtme dhe të brendshme të plagës dhe bazuar në përvojën e saj. Nuk e përjashton thikën si mjet të shkaktimit të kësaj plage, duke dhënë shpjegim për formën e mundshme të tehut të saj e duke potencuar se thellësia e plagës ishte 2.5 cm. Ju propozojmë që të pamndehurin, ta gjeni penalisht përgjes, ta shpallni fajtor dhe të shqiptoni dënim në bazë të ligjit. Të përcuesi e dëmtuar Asim Zhegrova, ngritur ku, a përkrah fjalën përfundimtare të prokurorit shtetit edhe mbrojtësit viktimave? E përkroj plotësisht mjeti shpo sekondash ku të gjinë, ti e modhu ku, jubris, po e përkroj fjalën e tij. Nuk mohohet fakte, nuk kontestohet pra tani se në datën 12/9/2022 në magjistratin po dy Prishtinë kishte ndodhur një incident krejtësisht i papritur, i paplanifikuar dhe i aty paratëshëm. Ne kemi shkruar në fjalën tonë përfundimtare se që nga fillimi kjo çështje nuk u trajtua drejt, sepse ditën kritike së bashku me të ndjerin Amir Zhegrova ishin edhe 4 shokët e tij, e që gjatë rrugtimit dhe piktakimit në magjistrale automjeti Gold 6 në autometin Gold 2, të cilën drejtonte Orgesh Zhgolli, pra kishin pasur një mosmarrëveshje e që nga automjeti Gold 6 kanë menduar se ai po azë rrugën, ndërsa Orgesh Zhgolli kishte pasur një defekt në automjet dhe të lashe siç e ka thesuar ai vetë me pedalin e gasit, kur nuk ka pasur mundësi që të rreshtohet saktësisht, me qenë se dihet se njëti nuk ishte asnjë problem që ta përngjasën. Dëshmitarët që ishin së bashku me Amir Zhegrovën kanë deklaruar se kinse Orgesh Zhgolli ka binduar me drita, i kanë ngacmuar që ata të ndalen, por kjo nuk shndron, dhe se që të gjithë ata ne kemi thënë më parë edhe në fazën e hetimit, edhe të gjykimit, se që të gjithë ata që kanë qenë së bashku me Amir Zhegrovën kanë deklaruar rrajshëm, dhe se deklarata e tyre ka kaluar pa
asnjë vërejtje pas në të lashën në shqyrtimin gjyqësor. Ajo që po e quajnë, po i referohen si mbretëresh, po sqaron të gjitha se çfarë ka ndodhur në momentin kur ata janë ndaluar dhe deri në momentin e përfundimit, e që është gjithsej 30 sekunda. Në raport në autopsisë, të cilën e kishte bërë zonja Bergita Culli, nuk ishte kontestuese asnjëherë që ajo ka thënë se në trupin e të ndjerit ishte një plagë therrse nga ana jashtme, por në pjesën e brendshme, respektivisht në zemër, ishin dy prerje. Dhe njëra prerje ishte e qepur dhe tjetra ishte e pa qepur. Pra, prokuria nuk do duhej në këtë rast që të helte tek ne vërejtje dhe kritika se ne po tentojmë të nxjerrim diçka tjetër, por prokuria do të duhej që vetë të insistante që të sqaronte këtë çështje në tërësi. Ne me sqarimin e çështjes se çfarë ka ndodhur gjatë trajtimit të ndjerit në QKU, këtë ditën kritike dhe as gjatë trajtimit të obduksionit, nuk do tentojmë të mohonim se organ gjykatari ditën kritike ka vepruar, ka goditur tani të ndjerin. Por gjitha këto rrethona do të paraqisin një pasqyrë krejt tjetër nga ajo çfarë tani po interpretohet dhe po plasohet këtu në gjykatë. Pra, zonja Bergita Culli, këtu në gjykatë, siç e tha prokurori që ka sqaruar mjaftueshëm, jemi që të gjithë prezent këtu, kemi qenë këtu kur ajo është dëgjuar, dhe ajo vetëm ka krijuar dilema, mjegulli dhe paqartësi. Pra ajo ka thënë se gjatë trajtimit të ndjerit Amir Zhegrova, mjekët nuk e kanë parë fare një nën plagë. Ajo pra e supozon, edhe pse nuk mund ta di gjenezën e njërës plagë, por e supozon se thika ka mund që tjetë e madhe, dhe thika ka depërtuar nga një ranon e zemrës në tjetër ranon të zemrës, por në anën tjetër ajo pra shpreh dilema se mjekët nuk e kanë vënë fare njërën prerje, veprimet e organ Zhegrovit nuk ka asnjë mëdyshje se kanë qenë të provokuara. Dhe ai ka vepruar aty para aty, pasi që është sulmuar paraprakisht, dhe prandi ka qenë një kanosje serioze, ka pasur 5 persona të rritur, njëri me fikë në dorë, si të shije tani kemi evidentuar edhe në foto dhe nga videogjizimi, dhe se veprimet e tij pa në dyshje janë në afekt, janë në mbrojtje të nevojshme dhe mund të jenë eventualisht me një pejkalim të lehtë të mbrojtjes së nevojshme. A përka fjallin për komentarët avokatit? Tonë në shpes. Avukati ke qafur një rajti. Jo, vish pak. Unë në qëteti këto që ata. E mbështes për të me shtet. Po të përfunduar shërtimin gjyqësor në këtë çështje penale. Këtu gjykatërisja për këshillim dhe votim njofton partë se shpallja e gjykimit lidhur me pajësinë me 27 maj në ora 15:14 minuta.